me të drejtë e evidentoni se takimet si ky janë zhvilluar në mënyrë të përvitshme, paralelisht duket se Partia Demokratike ka ndjekur një strategji tjetër, ku më së shumti është zoti Berisha i cili del dhe rikthen në vëmendje se cila do të jetë qëndrimi që partia do të ketë në parlament nga ulset e deputetëve. Pra, i kemi të qarta në një farë mënyre në thonjza deri në këto momente, sepse situata mund të ndryshojë dhe gjërat mund të ndryshojnë pa diskutim, po një pjesë të qëndrimeve për secilën nga palët. Mendon se pasqyra do të jetë e ngjashme me atë që kemi parë sesionin e kaluar? Nuk do jetë krejt e ngjashme, sepse parlamenti jonë tashmë është një krizë të jashtëzakonshme të identifikimit vet, ose le ta marrim më thjesht identitetit vet. Po ta keni parë me kujdes, Partia Socialiste tani përballet ende me ato momentet e para të protestës, sepse më vjen të keq ta them, protesta duke thelluar ditët, që është një plus për atë, ka humbur jashtëzakonisht shumë në kauzën e vet. Që do të thotë, kjo kauzë duhet bënte tashme që politika shqiptare të trande. Politika shqiptare jo vetëm nuk trandet, po zoti Rama dhe zoti Berisha ja atribojnë vetes edhe vizionet të sahamës, që kuptohet ky faktori tretë që lindi në këtë kohë, pothuajse nuk e përfillin fare. Por ka një paradoks dhe prapë do ta lidh me pa të drejtë, zoti Antoni Ndjes, se ja u ndërpresi një në mendimin, po patjetër shumë, patjetër. Me pa të drejtë. Po ta keni parë me kujdes, artikulimet e njerëzve që janë në protest janë kundër zotit Rama, janë kundër zotit Berisha. E keni parë, aty ka shumë njerëz të zotit Berisha. Dhe nuk e kuptojnë, o nuk kanë të qartë, o nuk është e qartë vetë, patjetër, këto ditë e fundit ka dalë që njerëzit që organizojnë protestën janë jashtëzakonisht konfuz, sepse nuk mjafton të artikulosh, mjafton të veprosh, dhe aktet njihen nëpërmjet veprimeve. Në këtë sens, po ta keni parë, zoti Berisha dhe njerëzit e Partisë Demokratike flasin sikur protesta është e tyre. Protesta jo vetëm që i tejkaloi ata, po protesta e shpëtoi Partinë Demokratike nga i turpi ditës hënë, kur mblidheshin 100-150 veta dhe bllokonin bulevardin për të thënë që po protestonin. Kjo protestë i tejkaloi jashtëzakonisht. Kurse tek pjesa e Partisë Socialiste thuhet që ata reflektojnë për kërkesat protestuese, madje në një nga themi strukturat që po bën zoti Rama tash të paraqitjes së re administrative, quhet Flamingo, në mos gaboj. Por nga ana tjetër është po kjo maxhorancë, Flamingo Mirror, po është pikërisht kjo maxhorancë që tashmë ka filluar ti përqeshi dhe vetë zoti Rama ti përqeshi, ti stigmatizoi jo me metafora, po gati me simbolika nga më të shëmtuarat, pjesën e tyre. Në fakt, nuk janë dhe pa gabime tani protestuesit. Kanë aq gabime sa në kohët në vazhdim do sqarohen shumë gjëra. Dhe në këtë sens është kjo pjesa që u them mungesa e identitetit parlamentit tonë, i cili është vendosur përballë kritikës së madhe publike, sepse ata njerëzit të cilët artikulojnë edhe në mënyrë fëminore, në mënyrë naive, ose në mënyrë të themi të vrasht, ose edhe të pakdhëndur në shumë momente, por shqetësimet e tyre janë shqetësimet shqiptarëve. Dhe këto shqetësime as Partia Socialiste, as Partia Demokratike, jo vetëm nuk kanë forcën, jo vetëm nuk kanë vullnetin, por nuk kanë zotësinë që t'ia